Dal nga dal arritëm kështu dhe në përfundim të kësaj epizode të radhës të Nxon, duke uruar e shpresuar që sigurisht përveç informimit edhe jeni argëtuar, me ne mund të takoni përsëri të pramtën tjetër, e deri atëherë rubrika e fundit siç është shija mbitor vjen për çka ka tre. E nga unë Albina Zeneli. Elinel dhe Janina kanë publikuar një bashkëpunim të titulluar Siempa. Tekstin e së cilës e ka shkruar vetë artiste, producent është Cricket Music, e që bëri dhe bitin. Rilind Alimani dhe Zana kanë thënë malli në bashkëpunimin e tyre. Producent është vetë këngëtari dhe Beni B, të cilët u kujdesën edhe për melodin e po ashtu për shkrimin e tekstit. Ana vizuele u punua nga Imagine Films. Si mund është me pansy me ta bonë që flit të rallak për dashni rrethi modh me shumë. Olsi dhe Van Gjusi kanë bashkuar forcat për një projekt që kanë titulluar Tiron Skahone, tekstin e së cilës e ka shkruar vetë Bylyku. Producent është Alex Gjëmpala, ndërsa videoklipu vizualizua nga MVC Production. Për ty Tranona bëri bashkë dy tënë dhe Black, tekstin e këtij projekti muzikore kanë shkruar vetë ata. Producent është Florian Stalio, kurse për anën vizuelu përkujdes Valona Zire. Elvana publikoi Si sheqer, tekstin e së cilës e kanë shkruar Rio dhe Lira Blakaj. Muzika është punuar nga vetë Gjata dhe Indrit Doda. Angele Muaremi ka realizuar bitin. Albulena Ukaj ka publikuar Cak Cak, tekstin e së cilës e ka shkruar Qipsi, e që e ka bërë dhe muzikën, ndërsa për anën vizuele u përkujdes Max Production. Rea Nuho ka publikuar Mere ose leje me melodi nga vetë këngëtarja. Kënga u shoqërua edhe në videoklip nga Valona Zire. Tekstin e këtij projekti ka shkruar Muma, kurse producent është Jeris Kaso. Të kalojmë tani tek paralajmërimet për risi. Riki ka përgatitur disa projekte që do i bashkangjes në një album, e që do të titullohet Prej zemre. Ky është singli i parë i këtij projekti. Ekipi ligjor i Onimas, i udhëhequr nga Besnik Berisha, ka paralajmëruar publikimin e provave lidhur me incidentin kur Gjesti sulmoi studion. Sipas tyre, narrativi aktual që e paraqet Gjestin si viktim dhe Onima si shkelëse të drejtave është i pasakt dhe i pabazuar në fakta. Ata theksojnë se disponojnë video incizime dhe dokumentacion të plot për rastin. Çështja nuk do trajtohet në media, por në gjykat, ku do të vlerësohen provat dhe të përcaktohet e vërteta. Ata shprehen se megjithatë në ditët në vijim do të shpalosin më shumë detaje, të bindur se publiku e meriton ta ditë të vërtetën, e pastaj ta gjykojë ashtu siç janë provat, thuhet në njoftim. Përndryshe ndiqni këtë rrëfim që Besarti dikur e pati përmendur. Edhe i mor 100.000 euro. I mor edhe u zhduk. Dhe pse DJ jemi, e kam arru skena, edhe unë e bashkë me ta të notën, 2 ditë pa gjumë, edhe nuk e kam mor as një cent, nuk u pagu pi ish menaxherit tem, as një cent. Nuk ja ka jep njerit që ka punu, edhe aj ka pos lek prej meje edhe prej DJ Gimbos, shoku tem. E kom mor një mësim shumë të mirë, që kur t'hin parja më dhe në mes, njerës
janë shumë të këqij. Nuk e kom pas një raport shumë të mirë, e kam menu shumë sene të këqija, por më ndodhi një sen që me ish menaxherin nuk më rrike shumë gati, se unë e kom punu shumë. Kur e morë qanelin e këtu, 9 muj pauzova, se kesh shumë gjendje tronë. Shumë gjendje tronë, kesh se në kom pare që unë i kom bu me njesë, mi qute familja. Më besoj që nuk jash e hojnë kur, as kur s'kom ja pa. Ta që kam management 3, e kam edhe studion. Ti mu falma që s'ja fali me të snime, ja.